Ditëve, jo jam ma bje s'ka. Për vete me vëllat ato në qytet me shku, në ditën dhe kryet ati. Ma bje se këtë s'ka. Qysh fillon një ditë, çka bëni Pa, konkretisht? edhe gjysë shtatë që vëna edhe mo, tash Ramazana, po s'poj me najti. Punoj, se derë kom prej mjetra sot, se kom vjedhë sefte si vjetë, tash shtu. Kur jo konde në shkollë, si në zaz, i ka pos 360 zaz. Atash, mere veç me një këtë ri, bujësi, disa, a shumë i se kanë shkuë. Je shkuën në për qytetë e dalë jashtë, edhe na vetë një pakisë shumë e vogël këtu. Ta shtriti peshe krejtë jashtë, djallën e kam Sloveni me fëmijë me krejtë atje, i dytë, dy kam këtu. I vogël është me mua, i merret me mua, me bujësi që shtu më këtë ri, tuke përrej 15 hektarë. Në këtë fermë të thjeshtë, ku çdo hapi obori të mban gjurmët e punës së përditshme, ai vazhdon një jetë që e ka zgjedhur prej kohësh, jetën e fermierit. Po e praktikoj në peqë e konë thëmi, e i këmë bua 10 vjetë e kënej. Qëtë me mblektëri, bëjësi, këmë e merë. Jem dalë edhe jashtë, po e këmë po që ma mirë vend tatë. Ma mirë me gra vete se me të gra dikush. E përsa i përket asaj kohe, çfarë me bëmëzani jenë marrë me bujqësi, po si keni pas dele, dhi, tregona pak rrët. Pa dele, kur sa kom plakë gjakë nga pos dele. Tash, thëmija po shpirë, shkollë s'ka ku që ruën, u e vetë vetën tash, pishe. Po dhe në momentalisht po shohim se ju keni vazhdu punën e juj, edhe keni ngrit një fermë. Kur është ngrit kjo fermë edhe... Kjo është ngrit 2012. Investimi kondi të rëllët austrijak, por e kom pas me ndërtimit me bo mjeshtës vetë, ata e kanë pru materialet. Edhe 5 hershit tash ka vend për 25 sëpa, edhe këshyri veç sa me rritë. Momentalisht sa krerë janë? Janë që të 10 sëpa, 4 mështira këna nej, 14, vjetat vëgëllin e 5, da 19 e stash. Po këshyri me shkutin 30 sëpa. 30 sopa. 30 Tregona pak rreth tyne, karakteristikave të tyne, po janë racë... Racë mental, janë edhe tere ditën e por dimit e këmë lëshuë, si vjetë ka morë koha. E tash tere sa del borit, borit që të rritën si kur këta që rritë, që atër e lëshuë mo terin dhe tërë, për jashtë e lo. Edhe kjo vendin për jashtë krejtë të murun, e që tash i qesë për jashtë, E këtu... Se me të kohë, ftaftë. Këtu a ka fermer të tjerë në këtë pjesë të një? Ko, ja ka njësë me orë Këgjabir, ka më dashtalla, ja ka njësë me për mu. Sipas rasimit, kjo fermë është vazhdim i mundit dhe traditës së brezave para tij. E sot për krah janë po e gjen tek djali i tij. Po do veç vetën jam me djelë. Me djelë të vëgër jam qëtash. Dy djelë tjere e do, ata i ka shpijet e veta. Njëndi të ka të zëva ashtë në Sloveni. Të ka bara u shpinë po dhije se me thmive, se me shkollë do me shku me po shpinë atje. Se s'poj keme janë thminë për ditë pa autobusë u ndër prej. S'kesha me bo laj, do me ble tokë atje, me marru shpinë edhe. A me përnu përnanë bashkë me neve, ku ndër vera këna mjëllë bjetra, përnujë pështu. Apo si është një dite jotja pra këtë në fshat? Diteve, jo jam ma bje s'ka. Për vete me vëllat ato në qytet me shku, në ditën dhe kryet ati. Ma bje se këtë s'ka. Qysh fillon një ditë, çka bëni Pa, konkretisht? edhe gjysë shtatë që vëna edhe mo, tash Ramazana, po s'poj me najti. Punoj, se derë kom prej mjetra sot, se kom vjedhë sefte si vjetë, tash shtu teri në nga. Edhe mjedra ke, a? Sa trupa fidane ke? Këna vjedhë 30 orë ves në herë. A keni praktikuar dhe ma herët mjedrën? E kem praktikuar për që të vend jo. A të mes të kam mes të hertica ata janë, ata punoj shumë. Aty ku morën. Këtu e ke për herë të parë, të me thonë, që për e provojnë. Po ujtë ku bo, që bënore muni me po, këmë qenë. Se pa ujtë s'ka kur gjë.